demokratike pas 9 shtatorit, duke patur kundër PD-n zyrtare të kohës, ku ju keni qenë, qeverinë dhe ish ambasadoren amerikane Jurikin. Vërtet mendoni se do të ngjisë në publik narrativa që ju po ngreni se Sali Berisha kishte frikë përballje me ju? Jo, unë nuk po them narrativ, unë po them fakt. Pra, e para njërë debati publik nuk ecën me kishte kundër të kishte kundër atë, kishte me vete atë zotrin që kishte administrator. Dhe nuk fitoj, po e uzurpoj. E para, e dyta, betejën që bëri 9 shtatore bëri një betej për votën e lirë, apo ja. Pra të votohet në instituciona. Tani këtu, ne po kërkojmë të njëjtin gjë, minimale në fara. Të bëhet garë, dikush mendon se njerëzit një pjesë mund të jenë tifoz. Dikush mendon që fiton Berisha, dikush mendon që fitoj unë. Si do masim në këtë? Masim me vota apo ja. E para, e dyta, një kryetar partie dhe një drejtues institucioni në çdo institucion matet me premtimet e veta. Koncepti i mandatit ky është: merr një mandat me afat të përcaktuar dhe në fund përballesh me premtimet. Sali Berisha ka premtuar që Partinë Demokratike do ta sillte në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do ta triqte zvarret i Ramën, tani po e tmerron javë për javë. Po vazhdon Rama. Premtoi do të fitonte zgjedhjet lokale. Për herë të parë Partia Demokratike përfundoi në 5 bashki. Premtoi do të fitonte zgjedhjet e përgjithshme. Humbi 300.000 vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotëria tjetër që e quajti Peng pasaj. Po ndërkohë ka marrë 300.000 vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do t'i zgjedhë antarësia. I zgjodhi interesi vet personal. Tha që do t'i zgjidh marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike i vetmi ndërkombëtar ynë shoku i në miku ton që është emigrant. Në të tjerë takojnë deputetët e tjerë po. Doktorin e takon vetëm shoku i në një miku ton që është emigrant në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Pra cila është arsyeja edhe sot që kërkon ta drejtojë Partinë Demokratike? Ju e keni ndjek, a ka thënë se si do ta demokratizoj? A ka thënë se si do ta mundet i Ramën? A ka thënë se çfarë do sjell ndryshe në Partinë Demokratike? Ka qenë një fushat e drejtuar kundër me shpifje, kundër meje personalisht apo dhe kandidateve të tjera në raste të caktuara. Po si matet kjo? Unë jam i fortë dhe nuk bëj zgjedhje. Pa edhe matur pra. Për herë të parë në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëjë garë sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe po ju them edhe tjetër, nëse një koleg me profil politik të lartë do tynde ngarë, do ta mund edhe ai. Sepse vota kundër, keni bërë një sondazh? Pa diskutim. 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Matja tjetër është kjo. Shikoni sallat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në këtë sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë demokratët që janë takimet e mia, dhe madje dhe ata demokratët që janë të takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por sallat e takimeve ku kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të mbushura. Sali Berisha, që ka këtë mitin që e ngre si narrativ tek njerëzit, ende nuk ka bërë takim, ka mbaru ndërkohë farsa. S'ka bërë takim Berat, nuk ka bërë në Durrës qytet, ka bërë takim gjysmak në Korçë, bëri fest, në fakt, edhe kishte gjysmë salla, nuk ka bërë takim Vlorë, nuk ka bërë takim Fierë, se nuk e bën dot, i kërkon edhe nuk e bën dot. Nuk ka bërë takim Shkodër, nuk ka bërë takim Kukës. Tani ku është kjo mbështetja? Del çdo të ënë, i mblidhen njerëz sa mbledh dikush kur luan kalçeto. Si t'ja bëjmë ne, si ta zgjidhim ne këtë punë që ky është i fortë. Po dakord, më para njerë matesh me program, me alternativë, me ide. A ka fuqi intelektuale që po shpreh? A ka vizion politik? A ka fuqi organizative më të mëdha? Se ne, pa pasur sigël, pa pasur partinë, pa pasur burimet financiare, pa pasur mediat, që pa diskutim ju vlerësoj edhe jam mirënjohës për gjithë vëmendjen, por nuk mund të thuhet që nuk ka vëmendje çdo ditë në orën 12 doktori. Dhe ne kemi pasur takime më të mëdha se sa ai zotëria. Si ta masim në këtë punë? Si e masim? Po tha doktori që ky është ero, unë jam ero. Po tha ai që ky është kriminal. Pra se edhe narrativa e ndërtuar. Për shko, njerëzit kanë një gjetje, nuk mund të tallesh me njerëz të fyerës logjik. Ose dalim tani të them edhe unë që po, e tmerroi Edi Ramën me protestën e fundit.
po hyn në vrim të miu to ditëzi. Po çfarë janë këto tani? Gjuhë politike është kjo? Protesta pa diskutim, kur ka objektiv, thuhet që protestë, siç e ka thënë, protesta ka objektiv largimin e Ramës dhe qeverinë teknike, sepse nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Tani do hyjmë zgjedhjen me Edi Ramën? Se po, ja kam thënë edhe në mbledhje, ne duhet bëjmë protestë, reagojmë ndaj korrupsionit, ndaj padrejtisë si mjet, si instrument i luftës politike për të reaguar ndaj korrupsionit. Dhe sa do të reagojnë, janë dinjitoz. Por nuk mund të thuhet për javë, hajde se do ta mundim Edi Ramën, e rrëzum në Edi Ramën tani, bashkojmë votat me Edi Ramën këtë javë. Si bashkojmë votat me regjimin kur jemi në regjim? Ne jemi në regjim ku Edi Rama po përdor gjithçka. Po pse e japim në votat 140 vota iç partitë e vogla? Si mund të bëj Partia Demokratike këtë? Për çfarë interese? Se kanë filluar njerëzit të kthejnë pasaj në anekdot. Tek protesta e fundit, kur u çua në grupet e degëve të Partisë Demokratike që do bëjnë protestë tani, reaguan në shumicë, i ka vonu zbardhjen e 9 leje Edi Rama që po dalin protestën? Se për çfarë dalim, cila është arsyeja? Aty bashkon votat, këtu del. Për çfarë del zotëri? Ka vonuar zbardhjen e 9 lejes të në një oligarku? Meqense Partia Demokratike thosë se u ka përjashtuar, meqense jeni sipas Partisë Demokratike i lidhur me botën e krimit, apo shihni mundësinë për të krijuar një formacion të ri politik? Unë kam vetëm një mundësi që do të çoj deri në fund, çmontimin e regjimit Rama Berisha duke nis nga segmenti që duhet ishte me epërsi morale. Do të jem në Partinë Demokratike, do ta vazhdoj betejën brenda Partisë Demokratike. Ata më kanë përjashtuar, ai do të më thënë se. Ai thotë që e kam unë pronë, unë e kam përjashtuar, dhe përjashtuar është. Se është i përjashtuar nga demokratët, kjo punë është me mbështetje. Nuk është administratë dhe toqa nga puna. Pama të japin një, me qenë se thoni lidhje me krimin. Nuk kanë publikuar vendimin e gjykatës britanike. Thot, i referohet Home Office dhe thot, Sali Berisha është person i lidhur me krimin organizuar dhe ka përdorur krimin organizuar për influencë politike. Po për mua ku thuhet në një? Se është i lidhur me krimin, me kë? Me Ndragetën, me Koza Nostrën, me... Si, po edhe te kjo e ka narrativën nga bim, se nga ana tjetër ju thot demokratë veç na mundin ata. Po ti ke mund, ta mundim Ramën pra. Po se më bëni lajm se po tallet. Se me budalliqe vetëm mund tallesh. Dhe një pyetje ndoshta është e fundit. Ditën e shtunë, Partia Demokratike do të Nesa kemi filluar më burr. Do të mbledh kuvendin kombëtar. Ndërkohë dhe ju keni deklaruar do mbledhni kuvendin tuaj. Në çfarë formë do mbledhni kuvendin, si do të organizoni? Apo ka qenë deklaratë nxituar nga ana juaj kjo? Unë do të jem në takim ditën e premte. Do të ishte në Pallatin e Kongreseve. Po shërbimet qeveritare që kontrollohen nga Edi Rama kanë thënë që për shkak se ditën e diel bën takim themi aleati jon Sali Berisha, nuk mund ta japim dot ty të premte. Kështu që po gjejmë mundësinë që të organizoj takim në shesh, sepse nuk ka salla të tjera. Dhe do të jem gjithkohë në kuvend me demokratët. Ju nëse e quani nga pikpamja formale, do t'i mbledhin firmat apo jo? Unë Partinë Demokratike nuk dua ta çoj në proces gjyqësor. Dua që ta zgjidhim me proces politik, me vot. E kam më të thjeshtë. E kam nis procesin duke quar shkresë zyrtare e institucioneve të Partisë Demokratike për përjashtimin nga gara dhe për përjashtimin nga partia, kur të plotësohet afati i ankimimit administrativ për moskrimin e përgjigje, mund ta çojnë gjykatë dhe mbetemi prapë gjykatave. Unë po dua të jem në lartësinë e përgjegjësisë që na kërkojnë qytetarët për ta zgjidhur me vot. Kuvendin është e thjeshtë. Do të jem me qytetarët me demokratët e Tiranës ditën e premte. Sapo të